Mbrëma dhe përshëndetje të dashur teleshikues, mirë se takohemi së bashku në emisionin Pushosh Shqiptarçe, emisioni dedikuar guidave, udhëtimeve, çdo gjë duke që na rrethon kryesisht lidhet me natyrën dhe jo me qëndrimet e tej zgjatura kafeve të një qyteti dhe do të ishte skandaloze të harxoj gjithë fundjava siç e bëjnë disa, po shqyr që janë pak nga ne dhe ngulen në kafet e rrugëve kryesore të qytetit duke bërë ndryshe thënë se hir. Pra duke u marr pak me thashë theme se kush kaloi lart e poshtë. Ndërkohë që të gjithë ata që duan natyrën nuk merren fare me këto gjëra, sepse u thojnë në këmbë, u thojnë me biçikleta, por u thojnë edhe me makina, varet se cilat janë mundësitë e tyre. Dhe ne në emisionin Pushosh Shqiptarçe, për të gjithë ju që mezi pritni se ku do të jenë sugjerimet tona, do të sjellim një vend që është në kujtesën tuaj, vetëm thjesht e risjellim ose e ngacmojmë këtë kujtesë pasi udhimi për të shkuar deri në fshatin Ragam nuk është më shumë se 13 kilometra. Pra, a nuk është një destinacion i afër, a nuk është një destinacion fantastik, sidomos tani në sinën e pranverës ku kanë çelur dhe lulet dhe që janë krijuar ca peizazhe të mahnitshme. Me që kemi dhe rigjallërimin e jetës edhe rigjallërimin e jetës së vetë njerëzve dhe jo vetëm natyrës, ne sugjerojmë të bëni një udhëtim në Ragam. Aty do të ndesheni me një djalë mjaft simpatik. Unë do ta quaj kështu edhe pse ai është baba të cilit fëmijët tashmë janë rritur. Titi Ahmataj është kthyer nga emigrimi dhe ka ndërtuar me punën e tij të palodhur një subjekt mjaft simpatik, zemra e Ballkanit. Janë guida që Titi i merr përsipër për të gjithë ata që dëshirojnë të shikojnë jo vetëm fshatin Ragam, por të lundrojnë me mjete të thjeshta nga ato me pak vende deri në 20 vende, për të shkuar deri në ishullin e Shurdhaut. Po ashtu ka dhe një lundrim të cilin edhe kemi transmetuar në emisionin Pushosh Shqiptar që një vit më përpara, një udhim që shkon deri në Koman. Ka shumë dalesa interesante që mund të ndiqen përmes videove që ne i kemi grumbulluar, të cilat parasitgjithash na informojnë se cilat ndalesa të mrekullueshme mund të bëjmë në liçerin e vallit të Deës, çfarë mund të konsumojmë dhe çfarë mund të shijojmë duke shkuar në Ragam, çfarë ofron turizmi në këtë zonë, ai ka ai parametrat, a plotson ai të gjitha kushtet e pritshmërisë sonë e të tjera. Prandaj Ragami, 13 km larg Shkodrës, binduni dhe vetë duke ndjekur video që ne kemi përgatitur. Claudia mia me shtemi, Kornani dhe Mretin. Erdhi Mreti, super fresh, super xilci. Kjo energji dhe ky prezantim i punës që bën është përditshmëria e Titi Ahmataj. Tregoj, Kornani, do t'i shmellim maraklitë e peshkut. Kornani punim. Vetëm Ragam. Biri i Ragamit, fshati të mrekullueshëm që të mahnit me bukuritë e tij. Por duhet theksuar se është një ndër fshatrat me njerëzit më punëtor, që ja din vlerën resurseve që u ka falur Zoti. Edhe i shfrytëzojnë ato, jo vetëm për jetesën e familjes së tyre, por dhe arritjen e mirëqenies së fshatit. Për këtë vit, jam i sigurt se sot do të kemi sukses sepse do të kalojmë 2 orë në zhytje. Titi Ahmataj është modeli i të riut që emigroi për një jetë mirë, por u rikthye në vendlindje për të ndërtuar aktivitetin e tij, zemrën e Ballkanit, mjaft të njohur tashmë në Shqipëri. Por nëse ka njëri që e ka promovuar kaq shumë vendindjen e tij, është pikërisht Titi. Edhe pse fshati padrejtisht nuk ka hyrë në 100 fshatra turistik të Shqipërisë, njohja e tij është mjaft e mirë. Claudia mia me shtemi, na një super surprizë veçantë sot. Për maraklitë e peshkut, është hera e parë në fakt që na kanë sjell disa miq peshkatarë, të janë peshkatarët e detit, që na kanë sjell këtë levrek. Shifne. Levrek i egër. Këtë nuk ka se e gjeni të ankohen, e keni gjithë sot. Në ndoshta gjeni më si mujtë. Postimet e vazhdueshme që Titi Ahmataj bën në rrjetet sociale e sjellin vazhdimisht në vëmendje këtë fshat, në Gurin e Zi, bashkia e Shkodër,
buz liçenit të Valdejës. Bile në këtë fshat janë ndërtuar edhe 2 bujtina të tjera, gjë që e shton interesin për ta frekuentuar këtë zonë. Është peizazhi i jashtëzakonshëm që ofron natyra këtu, i pari që të tërheq. Kushtet e favorshme bojnë që bimësia të jetë e harlisur në verë, por dhe t'ju rezistojë edhe sinve si vjeshta e dimri. Por tani në pranverë, është një mrekulli më vete nëse ndërmerr një udhëtim në Ragam. Ka një larmi vizitash me të cilat kalohet koha bukur këtu, që në orët e para të mëngjesit të jepet mundësia me mjetet lundruese të bësh një shëtitje të këndshme që edhe pse do të marrë pak kohë, nuk do e kuptosh fare. Ne kemi patur mundësinë të lundrojmë dhe Titi Siguit na ka udhëhequr nga fshati Ragam e deri në fshatin Koman. Ka qenë një ndër udhëtimet më të bukura që kemi bërë ndonjëherë. Është një guid shumë pak e promovuar dhe peizazhet, të cilave u shkuan pranë, na befasuan te imase. Ku ka më bukur të dashur miq, më simpatizant tanë, që me të kanë termes kanë shkodranet, ku përshnesim tani mëngjes në tragetin simpatik Titi Ragam, me cilën po nisemi në drejtim të lumit të Shalës, së bashku me mikun tem Mateo Sprokun, Apo, thishta e konga? një dashnove e kam pas, e mësa një 5-6, që bashkus për me kërku. Duke qenë banor i zonës që nuk rresh së eksploruari edhe atë që fshihet në brigjet e liçenit, është personi ideal për t'ju drejtuar. Krijon siguri në udhëtime dhe ka informacion mjaft të mirë për vendet ku bëhen ndalesat. Sot kishim të 2 gjermant. Në fjalë, ishte një qift i moshuar, por ju betohem se kam kalu një udhëtim super fantastik sot me ta. Jam knaq edhe jam knaq. Kishte gjë më të lezetshme se me shoqënu këtë qiftin që ishin të 8 dhatat. Në fjalë nuk doshin më nol vetëm me hec, me zi po hecte nga bloka, po kur mas me thanë për shembull që po shohin e gjavës me zi shpirt me shiju mrekullit që jep ishulli i shurdhahut.
Ju besoj, qoftë edhe përmes emisionit Pusho Shqiptarçe, i keni përcjellur vit pas viti këto ndalesa, jeni njohur me bukuritë e vendit këtu. Vende të tilla si Ishulli i Shurdhaut apo Sarda, Shpedha e Pëllumbave të tjerë, janë vende të magjishme për të qëndruar qoftë edhe pa kohë pranë tyre. Dhe të imagjinosh se këto vende janë vetëm 13 km larg Shkodrës, deri në Ragam, e pastaj përmes lundrimit mund të kalosh 2-3 orë të magjishme duke shijuar natyrën e virgjën në këto anë. Prandaj një udhëtim i tillë nuk duhet humbur në asnjë mënyrë. Udhimet këtu të shtojnë oreksin dhe ku ka më mirë se sa të shijosh atë që të ofron zona, ku peshku është kryefjala. Po tani mishtemi këto. Shifni jena. Këtu vjen gjitha llojet e krapit, po krap me këtë gongën kështu. Shifni sa ka krytin e vogël. Më ka bën një kurresht të jashtëzakonshme ky tip krapit. Hera po që shoh, po bën shumë lloje. Po aprovojmë, besoj se do të jetë shumë i veçantë. Dhe pak dorë, do? Shifni mishtemi si sështë. Shumë e keni këtë zoomin e i pesh tjetër. S'ka mundësi. Kjo gunë nga këto është shumë e veçantë. Atë jena. Kena dhe mretin këtu. Na kene rrë dhe këto. Hera parë që na kapim një lëqiper ka shdogile. Gjithmonë mallësit ndryshme. Gatimet e peshkut këtu tashmë kanë një recetë të veçantë që vështirë t'i gjesh diku tjetër. Nuk do të mjaftonte thjesht freskia e ushqimit, por edhe mënyra e gatimit. Imagjinoni dhe produktet e tjera që vijnë nga fshati e që ti shijon plot kënaqësi atë që fan natyra mjaft mirë këtu. Prandaj, për të gjithë ata që nuk duan të udhëtojnë larg, pasi edhe ditët e pushimit i kanë tepër të kufizuara, ne ju sugjerojmë fshati Ragam, 13 km larg Shkodrës. Kjo distancë mund të përshkohet edhe gjatë ditëve të javës dhe të gjitha ato që ju treguam më lart do i gjeni. Pastaj, a duhet humbur pranvera? Kjo stin tetë e veçantë me lulëzimin e saj. Mendojmë që jo. Le të shpresojmë se ky material i shkurtër t'ju ketë frymëzuar dhe pa u vonuar në përgatitjen e planit, nisuni drejt Ragamit. Mos harroni pasaj të na falenderoni për sugjerimin që ju bë. Dhe pas këtij materialit këndshëm që evidentoi modelin e njeriu punëtor që vjen nga emigracioni dhe ndërton me punën vetë të palodhshme një subjekt të tillë ku kënaq çdo vizitor që shkon në zemrën e Ballkanit, ne do të vijojmë me personazhe shumë interesantë, të cilët ju mund t'i takoni në udhëtimet tuaja.
Nëse zgjidhni vetëm destinacionin që të merr makina, të lëte destinacioni, kryesisht një lokal aty ku zgjedhin një pjesë e konsiderueshme jona dhe pastaj të kthehemi, nuk keni para asgjë, mund të lavdëroni apo në thojza të shani ushqimit deri diku, por udhëtimet nuk janë këto. Udhëtimet janë ta lini makinën dhe pastaj të vjoni të eci në këmbë. Sepse duke udhëtuar në këmbë ju jep mundësia të takoni banorët e këtyre zonave, të ndalin me ta, të pyesni se si ai jeton, si e ka ndërtuar jetën e vet, të pyesni se cilat pika turistike janë afër. Dhe ne i grumbullojmë këto personazhe dhe her pas here në emision Pushosh Shqiptarçe i sjellim si një buqe e bukur lulesh pranverore. Nuk janë pak 340 kilometra për të përshkuar nga Shkodra në Përmet, një udhëtim që do të lidh veriun me jugun, duke kaluar gjithë trungun e Shqipërisë. Zakonisht shkodranës zgjedhin vende turistike të tilla si Llogara, Sarandë, Himar e të tjerë, aty dhe ku kalojnë disa ditë pushimi. Informacionin për këto zona e kanë të bollshëm, por nuk mund të thonim të njëjtën gjë për qytete të tilla si Fieri, Tepelena apo Përmeti. Ne kësaj radhe kemi zgjedhur të vizitojmë Përmetin, si qytetin e trëndafilave, por jo vetëm. E ke përfundu një herë? Jo. Ja. A keni qenë ndonjëherë në Përmet? Thonë që kanë Përmet se Unë Përmet s'kam kenë, diku ka viti 95-96. Qysh atëherë s'kam kenë. Nuk ka pëlqyer si qytetëve atëherë. Tash do të ketë ma ndryshime, do të jetë ma i bukur, pa tjetër. Ke qenë herë të tjera në Përmet? Jo, hera parë. Çfarë ke dëgjuar për Përmetin? Përmeti kam dëgjuar është qyteti i qetë, qyteti i lule, Kanë popullore përmetare njerë që janë. Edhe kam dëgjuar që ushqimet tradicionale që janë të breksa që të tjerë që ka Shkodër i kanë bërë. Teksa lëviz në gjithë arterje nacionale që lidh qytetet kryesore të vendit, mund të kesh nostalgji për vendet që ke vizituar. Në fund të fundit, çdo bashki është munduar të bëjë aq sa mundet me buxhetin e saj për të dhënë vëmendje atraksioneve turistike, të cilat duke përmirësuar kushtet bëhen një burim i mirë i të ardhurave. Megjithatë, zhvillimi i qyteteve nuk ka pasur një shpërndarje të njëtrajshme në gjithë Shqipërinë. Qytetet e vogla kanë mbetur të tilla, ndoshta edhe për shkak të emigracionit apo mungesës së vëmendjes së qeverisë në varësi të kryebashkiakut kur ai ka qenë pjesë e opozitës, apo edhe në varësi të ndikimit të deputetëve për të tërhequr vëmendjen nga zonat e tyre. Diku sheh një zhvillim e diku një braktisje totale. Një ndryshim rrënjësor ka ndodhur në qytetin e Fierit. Popullsia e tij pas viteve 90 të shekullit të 20 numëronte 40.000 banor, kurse në ditët e sotme, si rezultat i dyndjes së popullsisë nga Mallakastra dhe zonat veriore të vendit, vlerësohet që popullsia e qytetit të Fierit të ketë arritur në 120.000 banor. Ai është një nga qytetet më të zhvilluara. Në periudhën e viteve 1945-90, Fieri u kthye në një nga qendrat më të rëndësishme industriale të vendit. Këtu ndërtua kompleksi më i madh energjetiko-kimik i vendit. Në prodhimin e përgjithshëm industrial, Fieri zinte 12% të tij. Degët kryesore të industrisë ishin energjetika, nxjerrja e përpunimit naftës, prodhimi i energjisë elektrike, industria kimike, mekanike dhe ushqimore. Për të mbështetur këto degë të industrisë së rënd, u ndërtuan 2 termocentrale në Fier dhe në Ballsh. Në vitin 1952, u ngrit uzina e pastrimit të pambukut dhe më pas u ngritën edhe fabrikat e industrisë ushqimore si ajo e vajit, margarinës, e verës e të tjerë. Sot në rrethin e Fierit, sipas zyrës së punësimit, ka 72.237 të punësuar dhe 18.135 të papunë, ndërkohë që jo ekonomikisht aktiv janë 51.052 banorë. Pas Fierit, rruga vijon drejt jugut të vendit. Deri këtu kemi përshkuar më shumë se gjysmën e rrugës për të shkuar në Përmet. Udhimi bëhet i rehatshëm falet dhe rrugëve të asfaltuara mirë vitet e fundit. Në krahun ton të djathtë nisim dhe shquajmë Vjosën, e cila do të na shoqërojë në pjesën e mbetur të rrugtimit. Memalia është sërish një qytet tjetër i vogël, me ikonat e heshtura të pallateve, një përpjekje për të ndërtuar dikur një vend artificial, diktuar edhe nga zhvillimi i industrisë pas viteve 90. Ky qytet pasohet nga i Tepelenës,
Edhe pse pak janë të promovuara atraksionet e këtij vendi, pothuajse të gjithë vizitorët zgjedhin të bëjnë një pushim të shkurtër tek roji i Ali Pashës ose ujit e ftohtë. Nëse para viteve 90 tu ishte thjesht një burim me ujë të ftohtë, ku ndaleshin udhëtarët për të freskuar, pas viteve 90 këtu ndërtuan 2 subjekte private që e zgjeruan çdo vit aktivitetin e tyre. Edhe pse jemi në muaj shtator, këtu fluksi vizitorëve mbetet relativisht i lartë. Tani qëndri. Jeni të punësuar apo thjesht vetë se afroni pak më Ne jemi staf, punojmë prej 15 vitesh bashk, ama në sezon. Dimri dhe vere. Po thua ti 15 vite tani sa vite se fillu ty? 14. Po thonë ju keni marrë rrogë ose ti për shkak të para 14 viteve ti ka 14 vite se ke paguar për punë që Tani ne jemi staf familjar. Staf familje. Do me thënë kemi marrë njëri tjetrin edhe evolujmë punën. Është biznes familjar. Kur nuk jeni këtu, çfarë punë tjetër bëni? Unë jam juriste në një zyrë avokatie. Po e bëj me qef. E bëj me shumë qef. Si ndani rolet? Ma mërmendje të huaj që i ke ti për lisi apo? Jo, me të huaj ne flasim 4 gjuhë të huaja, i ndajmë 2 me 2, kush italisht, kush gjermanisht, greqisht, anglisht, edhe jemi perfect. Nuk ka ngecje me turistë? Jo, absolutisht, plus që edhe menut, po mundemi që t'i bëjmë më shumë se në anglisht, sepse duke ditur që ka edhe shumë turista slav nga pjesa e Ballkanit, edhe po jashtëzakonisht serb, kroat, rumun, ka jashtëzakonisht shumë. Pa çka pjesës polakëve, çekëve, gjerman, si vit ka pasur edhe goxha francez. Kam shumë bicikleta të ndajshin ata? Këto janë grupe që vinë organizon nga shtatori deri në fund tetor, deri në nëntor dhe fillojnë prapë sezonin në prill deri në korrik. I mund të vinë nga Kanadaja, nga Amerika, mund të vinë nga Australia. Ëndër janë Si të gjitha vendet e Europës. Siç janë të organizuara vetë grupet, por që nuk janë asnjëherë nga një shtet ose nga një vend. Ushqimet që ecën më shumë? Mishi i qëngjit dhe i kecit, kulaçi që e bëjmë vetë, Kosideles, jam shumë përshtatare me këtë fluks që keni, ka mbetur më një kec, apo vi gjallë, në një zonën? Shumë problem, sezoni tani është shumë problem. Është problematik, po neve mundohemi që të vazhdojmë me gjërat bio, sepse njerëzit vinë për 2-3 produkte që janë bio. Shkodran ka këtu? Plot. Shumë ka. Vesh ata punë këto të vlerë. Shkodrane, po ka. Edhe Edhe janë shumë të sjellshëm, edhe gjithmonë kanë ikur të kënaqur nga ne, pastaj. Janë mbi 30 turistë që kanë ardhur këtu me bicikleta të marra me qira në Tiranë. Ta bit fakti moshave të tyre që zgjedhin një sport të tillë të vështirë, pavarësisht se nuk janë sportistë të mirëfillt. Por kjo është pjesë e aventurës që ata kërkojnë në Shqipëri. Nga Tepelena do të vijojmë rrugën për në përmet. Janë edhe 30 kilometra të tjera për tu përshkuar. Kalojmë mbi urën e Dragotit. Vjosa poshti shtrihet madhështore duke krijuar një peizazh të mrekullueshëm. Udhëtarët tashmë janë të lodhur nga rruga dhe mendojnë për një vend ku do të hanë drekën. Kanë dëgjuar për grykën e Këlqyrës dhe nuk që e vështirë që të gjithë ishin një mendje për të ndalur pikërisht aty. Gryka e Këlqyrës ndodhet në Bashkinë e Përmetit, një nga burimet ujore më të bukura të Shqipërisë. Madhështore dhe hierënd, gryka e Këlqyrës qanë mes honesh të thepisura dhe mbërin në pikën më të lartë të plajës që shtrihet mes malit të Trebeshinës e në Mërshkës, në qytetin e Këlqyrës, që është i vendosur në të djathtë të Vjosës. Aty ku lumi i Dëshnicës së bashku me degët e veta nis bashkërjedhjen me Vjosën.
Në çdo stin, panorama që dhuron kjo zonë është e mrekullueshme. Ne preferuam ta vizitojmë atë në Vjeshtë, kur natyra luan me një spektakël të vërtet ngjyrash, me të gjelbrën e përhershme të bredhave e pishave, e për të mbaruar me të brusën e ujit të Vjosës, ku derdhen burimet e panumërta. Ky vend i mrekullueshëm ujor quhet Burimi i ujit të zi dhe është peizazh karakteristik kundërthur e natyrshëm bimësia barishtore, drurët pyjor me bimësinë higrohidrofile, që gjendet përgjatë burimeve ujore në shtratin e lumit të Vjosës, habitat ku shprehen mirë të gjitha tipet e bimësisë. Gjatësia e grykës së gëlcyrës është 13 kilometra. Uji përveç se është i pastër, kristal, ka dhe vlera të jashtëzakonshme, kuruese dhe të dobishme për organizmin. Me sa shihet këtu, shërbehen gatimet tradicionale të zonës dhe për herë gjen vizitor. Bëm tashmë gati rreth 4 vjet që punoj në këtë restorant. Dhe që i kënaqur me këtë? Po. Ti ke mbaruar një shkollë? Po, kam studiuar për infermieri, vazhdoj masterin aktualisht, njëkohësisht punoj dhe te restoranti i Gëlcyrës. Bukur. A mund të flasim pak për mënyrën se si ka ecur turizmi gjatë sezonit veror? Turizmi vazhdon në rritje në restorantin ton, përmeti ka marrë goxha vëmendje, edhe ka shumë turistë. Ajri këtu është i freskët dhe përjeton një relaks të vërtet. Këtu gjen vizitor kryesisht nga Shqipëria e Mesme, por dhe shkodranët nuk mungojnë. Gryka e Gëlcyrës ofron, jemi në restorant mishi, mish qengji keci në hell, në zgar, në Bërxoll Viçi, zojsht me pilaf në përshesh, dhe pasaj to gatimet që i bëjmë vetë, specat me gjiz, salca djathi, këto janë gjërat që janë të vendit, glikone për metit. Kështu që besoj këto i pëlqejnë të Patjetër shumë. Për koincidencën tonë të mirë, ne u njohëm me një grup artistik nga Mallakastra, të cilët ndodheshin aty për realizimin e një videoklipi. Ne në Mallakastra, nga Vlora. Jemi grupi Kërcini nga Vlora. Nga Vlora, a mund të kemi secilit emrin për t'i njohur më në veçantë kjo vajza? Emri sa? Maria. Edhe mi emri një herësh? Asimi. Jugeta Deraj. Elvel Bajrami. Puen Bajrami. Mario Omeri. Ju Hasanaj. Fadmi Tahiri, këngëtar i grupit Mallakastër. Dakor, ti i më i gjati këtu në mes. Patjetër. Që të më plekët më. Tani që ta kemi qartë. Ne ju pam këtu dhe ishte një koincidencë shumë e bukur për ne. Ju keni ndonjë rast, një aktivitet? Pse jeni vesh me kostume kombëtare? Ne vesh me kostume kombëtare për arsye se dhe një shoku jon bën videoklip të një këngë me muzikë. Edhe ka dhe pjesëtar të grupit polifonik dhe vallëtar të grupit të Vlorës. Bukur, dhe jeni përzierë të gjithë bashkë për të marrë pjesë në një këngë. Dhe çfarë do bëni të kënga juve? Ne mi këndojmë të kënga, ta do kërcejnë, plus edhe solisti që ka muzikë, plus është me orkestër, po janë lartë. Dakor, ju tani merrni me videoklipe apo keni aktivitete artistike gjatë verës që dhe ju kanë mbajtur të angazhuar? Të gjithë, ne grupi Lab kemi aktivitet gjatë verës edhe dimit në kohë se i kemi shtetit. Ja tani gjatë verës çfarë keni bërë? Ne kemi qenë në Kosovë, Maqedoni, masi ja 3 ditë ikim në Francë, kurse grupi i vallëve e këta kanë aktivitet si në Vlorë, të Shqipërinë e ka ikim në Kosovë, Maqedoni, jashtë shtetit e kanë aktivitet. Grupet janë të aktivizuar. Një vil këtë verë me gjithë punë që pas ke pasur. Jo, keq kuptove. Unë jashtë shtetit kam gjë 96 me grupin Lab. Jemi 4 veta që këndojmë lapshe. Ti nuk ke një, po ke 4 vila. Tani, të kishim 4 vila si që këtu. Ne këndojmë për qef, e kemi pasion. Pavarësisht që ne na pagojnë. Jo, na pagojnë. Jashtë shtetit na pagojnë shumë mirë. Dhe sa brenda shtetit? Këtu e bëjmë për hobë, si shqiptar që jemi, da bëjmë për atë vend. Okej, në jetën e përditshme çfarë profesioni ke? Unë jam veteriner. Okej, në jetën e përditshme profesioni çfarë bën? Unë në shkollë. Në shkollë, jam të mesme, të lartë? Të mesme. Të mesme. Domethënë kur fillon shkolla, merresh me aktivitetet, del koha për aktivitetet. Zotëria? Pensionist i parakoshëm. Ushtarak domethënë. Si u la qeveria kështu ju ushtarak? Qeveria është dash të mbajtë dhe djathtë janë figura, pa para. Për veten e tyre po dëgjova më si unë para ca ditë që fliste për politikanët, jam i kënaqur shumë. Të mbajtë djathtë. Si s'po pisa të rinë se nuk e di nëse do e din apo jo. Kjo ç'është? Qylafi? Qylafi. Qylafi është? Qylafi. Kjo është si punë e Oxhakut. Mos është antenë? Jo, antena, jo. Antena, shiko, ne ka edhe ta kemi dhe mos ta kemi këtë, antena jon funksionon shkëlqyer fare.
Po tani përse duhet ajo? Se ka të qylave. Ka veriu, po se ka veriu. Po ata janë tosin e musliman. Po shike ka tash. Jo, kështu është. Po këtu ka ngelu, kështu ka ngelu. Këto janë veshje tradicionale. Vlonjatët në Lepush të Kelmendit, ata kanë thënë që është përdorur si një lidhje me Zotin ajo, simbole. Nështë edhe, nuk e di, unë kam qenë në Shkodër 8 vjetë, kam rrë shkollën, në Shkodër, e di shumë mirë, po, dhe nuk e kam dëgjuar. Jo, me gjëva nga Vlonjat, nuk e gjëva nga Shkodranët. Ne dhe Vlonjat e kemi njësoj. Qa, keni qenë në Shkodër? Vetëm një herë. Aktivitet privat, nuk kisha mundësinë të shijoja komplet qytetin, por mikpritja ishte ajo që më rasti pak. Okej, pa problem me dialektin, keni qenë ju? Jo. Jo, kur takoni në Shkodran, keni problem dialektin? Jo, është pothuajse jika. Jo, pikuar mërtura gocët? Jo, Shkodran e merrni? Pse jo? Ashtu dhe Shkodran e merrni. Po shafur. Keni të gjatë, keni të fikuar drejtë. Shkodrana. Ne kemi kaluar Shkodrana janë njerëz me kulturë. Unë e ky zotëria e çik shkurt. Apo jo. Shkodrana janë njerëz me kulturë. Shumë me kulturë. Unë që e njoh Shkodrën shumë mirë, janë me kulturë. Ne ju mirëpresim në Shkodër, uroj të kemi aktivitete të përbashkëta dhe kështu siç jeni. Ne kemi qenë aktivitete në Shkodër. Unë dhe ky shoku e dy tjerë janë larg, kemi qenë në Shkodër. Në Shkodër. Po, kemi qenë. Këngëtaren që është personazhi i këtij klipi është i njohur në këtë anë dhe quhet Marie Glen, i cili sapo ka krijuar dhe familjen e tij të re dhe është baba i një vajze të vogël. Dhe jam këngëtar në këngëve. Hajde Ferdi propa, hajde. Domethënë, nëse një Shkodran ty të thret në dasëm ti vetëm këngë ju. Edhe Shkodran normale, po është shumë pak. Si sa gjëra pikante. Martoj një çik, njëri tjetër patjetër nga jugu. Pikërisht po. Si ka ecuritë artistike të kanë? Shumë bukur, shumë bukur. Jam tepër i kënaqur sepse kur kem mbështetjen e publikut, je vërtet i kënaqur. Mallakasi domethënë të duhet. Jo vetëm Mallakasi, të gjithë ndej në pjesën e jugut, atje ku më njohin. Nëse që un kam jam i lidhur që në klasë të 7. E kupton? Gili, po. Kështu që në Shkodër, jo, të them të drejtën jo, asnjëherë. Nuk është se më ka rënë rast. E ka qenë ndonjëherë plani jot Shkodër? E kam pëlqyer vërtet dhe kam bërë plan për disa pushime, po nuk kam pasur mundësinë sepse jam gjithmonë i angazhuar me punën. Sapo mësuan që në gryk të Kërcyres kishin ardhur disa shkodran dhe nga malësia madhe, grupi zgjodhi një formë tepër të veçantë për të respektuar mysafirët e ardhur nga larg. Te pesë puset në gryko, jo.
duhet ju respektoj. Këtu në këto ditë të nxehta të vjeshtës parë të shtatorit, unë quhem Guri Rokaj, korifeu i polifonisë shqiptare, me shokët e mi Fatmir Tahiraj, Mallakastër, Ylli Hasani Mallakastër, Gjevair Buqe, Picar Kurvelesh. Kemi ardhur për të bërë një filmim, një videoklip. Sa dëgjova që ishit interesuar një shkodrane këtu, erdha për t'ju respektojmë se jemi në lëvizje, sepse ju jeni na krye qendrë veriut nga djepi i kulturës, nga njerëzit më fantastik, trimëri, burrëri, zotësi, burra e gra. Pushimit e gryka e kryqëzyrës i erdhi fundi. Tashmë udhëtarët janë më të relaksuar për të vijuar më tej drejt qytetit të Përmetit. Edhe pse kanë mbetur 18 kilometra akoma, ka ende ndalesa mjaft interesante që do të bëhen rrugës. Para se të hyjmë në qytetin e Përmetit, kthehemi në Tomajt, aty ku rruga të çon në fshatin Petran. Lugina e Vjosës bëhet më magjepse. Lumi Vjosa përshkon 58 km të bashkisë dhe renditet i dyti në Shqipëri për rezervat hidrike që përmban. Krijon një luginë shumë të bukur, e cila ka kontribuar në Shqipëri duke filluar nga Çarshova dhe duke mbaruar në bashkinë e Pelenës. Pa kilometra përshkohen për të mbërritur deri në Bënj, atje ku ndodhen edhe lixhat, aq shumë të përmendura, ose banja termike të Bënjës. Një nga burimet e vendit ton, nga dalin ujërat sulfurore subtermale. Ndodhet rreth 8 kilometra larg nga qendra e qytetit të Përmetit, që në hyrje të zonës dallohet qartë ura e Katikut, e ndërtuar që në kohët e hershme, që është edhe sot në gjendje shumë të mirë. Aty fillojnë në grupe burimesh, nga të cilat janë formuar më pas liqen të vogla me ujë, të madhësive të ndryshme. Secili liqen shërben për kurimin e një problemi specifik, për shembull, aknet dhe sëmundje të tjera të lëkurës, reumatizma dhe sëmundje të kockave, stomakut e të tjerë. Në banjat e Bënjës mund të gjesh vizitor nga gjithë Shqipëria që vinë për të kuruar. Megjithatë ka edhe shumë të tjerë që e vizitojnë edhe thjesht për të marrë rrezë dielli. Uji për herë i ngrohtë është si një magnet që të fton të kalosh orë të tëra, pa ndjerë dëshirë të largohesh as edhe një minutë. Për shkak të afrimit të mbrëmjes, u desh të nxitonim për të parë dhe vende të tjera dhe bisedën e vazhduam rrugës me Flamurin, një banor të zonës. Si e ke emrin të njerëz? Unë, Flamur. Flamur, tash ne ku ndodhemi këtu? Këtu ndodhemi në banja. Në banjë. Në ligjat e banjave Përmet. Këto ligja që dalin tani në internet, si kemi dëgjuar më përpara. Kur u bën kaq të njohur? Jo, këto kanë qenë në kohën e parë. Po kush vjen këtu në kohën e parë? Në vinin e Sëmurit, në banjë lart. Ka patur spitalet. Ka patur spital, ato godina që ishin aty lart i parë me. Ja do të shumë ne, po janë ndjeku dogjen në vonë ato. Po tani është ndërtuar në spital privat? Tani jo. Tani vinë nga niti. Tani nuk vjen më të Sëmur, po vinë të shëndosur do të vetë. Po vinë të tërë tani. Tani vinë për qef. Tani ky ujë përse shërben, nga se të shëron? Ka për reumatizëm, ka për puqrat. Tani vinë gjitha turista, paguan ndonjëri aty? Këtu rinjë punëtori bashkisë këtu në Trari. E sa paguan? Paguan 500 lekë makina, futen se sa futen, një makina ka 10 veta brenda, 500 lekë paguan për makina. E ke fjalë, shnet pash, e ke fjalë të vjetra apo të reja? Të vjetra ku të reja. 500 lekë një makinë? Një makinë, ka çka brenda 500 lekë vetëm për parkim. Vetëm për parkim. Vetëm për parkim, Për parkim, ja. Edhe kanë ardhur të mirë shumë, ha? Shumë. Po shqiptarë apo dhe tuaj? Dhe tuaj, me duhe që qadra me qadra shumë. Po mi valloj biznese dikush në lokale, diçka ka bërë? Kishte aty po i mbyllën. Kush i mbylli? Mbyll bashkia, punë e tyre. Po ti ke hapur një gjë ose më një gjë? Unë jam në fshatin tjetër, në Badlonjë. Këtu banorët janë paksuar për shkak edhe të jetës së vështirë. Rruga e pa asfaltuar gjithnjë dhe më tepër e humbet formën e saj. Sa më shumë që ngjitemi majës, aq më keq bëhet. Shoqëruesit na përgatisin për një surprizë të radhës. Tu jemi te Çuka e Gjonit, rrugës.
Po, kështu quhet në kohë të lashta dhe ose tabori thonë më mbrapa, në kohën e Turqisë te kjo ndërtesë rinin ushtarë turq që merrnin taksën e rrugës. Merrnin qiran e rrugës, karvaneve që kalonin. Dhe që nga e ko ka mbetur vetëm kjo rrënoi këtu. Po, vetëm kjo ka ngelur. U habita nuk pasha si tabel që tregonte këtë. Nuk ka për momentin. Ne do t'i gjejmë numrin Kastrioti që të lidhur Kastrioti na tregoj historinë. Po. Tashti po shkojmë të shohim kanionin nga lart. I afrohemi buzës së kanionit. Pamja është befasuese dhe e papërsëritshme. Natyra këtu është madhështore. Sytë ta nuk ngopen duke parë gjitha të bukuri që shtrihet para nesh. Atje poshtë moj ajde moj na to gjerdhe atë prita mike. Në shpatin përballë shuajmë 2 stane të improvizuara në 2 shpella të vogla. Çfarë nuk bën nevoja e njeriut për të përshtatur natyrës dhe jetës së përditshme. Udhimi vijon më tej, po i rëmbejmë sa më shumë ndriçimit të orëve të fundit të ditës sepse mbrëmja nise bëhet kërcënuese. Rrugës takojmë një nga banorët e pak të zonës. Mirin, si ja kaloni? Si shkoni? Mirë jeni ju? Mirë. Zosh. Mirë ande. Në fshat sa Ky Xhaxhi ka bakti. Ne aty ne ja Shampan, i ka të përzierë. Për monal me pira kje ka. Vëndo vë. Viti në vojmë prashuje se delu shpejt. Gjela se pi. Mirë më vënd, për vënd, është i përshtatshëm. Skemi një të vendit. Vendit. Atë budalë të bënd. Të voglën. Ore boj ka në këska një qumër, që ja është një që ka të racës. A bite mi neme, ato kashtë, ble kashtë të arave, kashtë anë. Tonat barit edhe është racë. Po ti qëfar racë e? Unë maja bardhoke. Velkommen më bashkët, e fejt. Bardhoke e tropoj. 5 minuta koma, që e ma Në bisedë përfshin edhe ngjarjet më të fundit në qytetin verior, por me humor, bëhet përpjekja për të kaluar disi dramaciteti. Në Shkodër, automatiku t'i thonë makinë llogaritëse. Gjikon? Ba më të rritë vete. Ashtu është, i thonë njeri, i të gjitha. Që moti thoshin po të raqë njeri të zë gjaku. Qyshoret i bjesh. E vrave ti, më vrave mua, unë mbyllën këto puna tani. Më tha zonja. Kastrioti shoqëruesi ynë ka mëngur që ne duhet ta shohim patjetër fshatin e tij të lindjes. Ai vetë banon në përmet, por ka prindrit këtu. Ogdunan, zona e Shqeris, përmet. Fshati im i lindjes, kam kryer shkollën fillore këtu, kurse më mbrapa të çaret mesme kanë kryer përmet. Si ka mundësi këto shtëpi të stilit të vjetër ende të banuara janë? Ka që janë të banuara, ka që janë emigracion. Tashti po frekuentojnë shumë, po kërkojnë këto shtëpi për bujtina, për turistë. Ka turistë që vinë nga Kureshja deri këtu? Ka shumë, ka shumë. E që parita? Ore kyqeni, lidhe qeni më qene. Ky është një ndër fshatrat më të çuditshëm që kemi parë. Nga një anë të entuziazmon tradita e arkitekturës e ruajtur deri në ditët tona, por nga ana tjetër të trishton fakti se fshati pothuajse është totalisht i braktisur. Nuk e kishe besuar kun se ka në Shqipëri kësi fshatit. Kash, të me thënë, gjanat vjetra. Këtë pozicion. Ta mund me lujt në i film. Tamam për film, ha? Dru të prera janë dëshmi se jeta këtu nuk është shuar krejtësisht.
Shtëpitë e gurta duke sikur qëndrojnë në këmbë, duke u mbështetur sup më sup. Lodhe? Mirë, çfarë bëni juve? Mirë, si ke emrin, lutem? S'ka problem, fol di la fisem ka problem. Gazetare jam i Shkodrës. Fol, s'ka problem. Julieta. Julieta, banon këtu, ë? Po. Banoj në përmet, por viv Bearin, kur kam fëmijë pushime. Domethënë ju keni shtëpinë e vjetër, që i përket kujt ajo shtëpi? Fshati Tokduna. Fshati Tokduna dhe vjerit të mi. Aha, po që në verë qëndron 3 muaj, po vjen për pak. Shoh që ke marrë një kohë me domate. Me domate. Pra e shfrytëzoni ardhjen këtu për produktet bujqësore, apo jo? Për produkte bujqësore. Është e lodhshme, se vështirë jeta këtu? Shumë. Nëse ti banon nëpërmet, po këtu ka banon që qëndrojnë gjatë dimrit? Vetëm plejtë. Domethënë, moshat e reja janë munduar të Jo, moshat e reja nuk ka fare. Si ke emrin ti? Pandora. Pandora jeton këtu dimër verë? Po, këtu jam. Ej, po si është dimri këtu? Dimri acartë është si kudo, i ftohtë. I ftohtë, po ti çfarë bën në dimër këtu? Me kë jeton? Me burrin. Po fëmijët ku i ke? Fëmijët? Ja, me kaç. Sa i kam nëpërmet, një kam në Greqi, një djalë. Po sa veta jetojnë këtu? Gjithsej në dimër? Këtu, sa jeton janë 7-8 familje këtu. Disa ikin gjatë dimrit të vinë në pranverë. Bëjnë një kohë. Kur së muret një njeri këtu, ç'bëni ju? Ç'bëjmë? E marrim me makinë. Nuk shoh as makinë këtu, apo me telefon. Punon telefoni? Punon, po. Punon, ë? Më bëj shumë përshtypje këto shtëpi. Ajde, këtu mos rrim kam. Jo, se do lëvizim ne po. Këto shtëpi sa të çuditshme, ë? Pse? Sa kohë ka që janë ndërtuar këto shtëpi? Këto shtëpi unë i kam gjetur, domethënë që kam 53 vjet kam marrë këtu. Këto janë 100 vjeçare. Aha. Je mos më. Po ka nevojë për riparim ato, se mua më duken shumë kështu të vjetra. Këto janë këtu që kanë ikur njerëzit shpejt, kanë brenda. Sa jashtë janë mbajtur se u kanë lënë këtu njerëzve, që i mbajnë me bazë ushqimore, me edhe i kanë riparuar, i kanë ke parasysh, kanë riparuar shatinë. Aha. Çka ka të veçantë ky fshat sipas teje? Të veçantë plot ka. Aha. Unë që kam ardhur shpejt këtu, ka plot, të them unë të them kështu të ulesh dhe të tafosësh me mua. Tani s'ka, tani është bërë që të vjen keq të vish këtu. Po ka qenë fshati i shkëlqyer. Po në Shkodër ke qenë ndonjëherë në Shkodër, ke qenë ndonjëherë ti? Unë jo, në Shkodër. Jo. Po çfarë di ti për Shkodrën? Çfarë di? Qytet? Si është? Shumë i mirë. Qyteti si themi kulturuar, i kulturës. E ndron këtë shtëpinë këtu që është kaq e vjetër edhe që po shëmbet me një shtëpi në Shkodër? Unë? Vjen në Shkodër jeton? Nuk e them dot. Pse? Nuk e di. Jam mësuar këtu herë e vogël dhe u rita këtu e mblaka. Edhe nuk mund. Jetë të kesh. Faleminderit. Me gjithë njerëzit e tu. Nuk mund ta ndroj. Tani për tani, mua më lutem fëmijët hajden përmet se kam 3 nëpërmet. Po. Edhe jo them unë. Këtu është një heshtje totale. Me shtëpive të vjetra, gjen edhe këtë banesë, e cila duket se ka pas të zotët e saj njerëz të kamur në fshat. Shtëpia e Kambellarëve, daton në vitin 1872, është bërë me arkitekt që në atë kohë. Kanë qenë të pasur familjarë? Po, shumë kanë qenë emigrantë në Amerikë, në Stamboll, në shumë shtete të botës. Ka qenë në fshatin Kurbellinjit të tërë këta. Po, dhe tani ka mbetur e pashfrytzuar si banesë? Në kohën e Enverit ishte depo. Si depo? Depo mbaj, gruri, misri, zajret, tëra. Kurse tani është bosh, e ka njëri në fshatin Patronazh. Pronarët e shtëpisë janë në Tiranë. Në Tiranë. Ish pronarët. Në krahun tjetër të fshatit, e strukur me selvijave madhështore, qëndron një kishe braktisur. Kisha e Shëmërisë e fshatit Tokduna. Çfarë shekulli ose çfarë viti daton? Është shekulli 18. Shekulli 18 që është ndërtuar, ë? E vitet 1870 kështu. Shoh që me zor mbahet në këmbë faktikisht, nuk ka përfituar ndonjë restaurim nga shteti ose monumentet e kulturës? Para 2 vjetësh një bashkëtar që është në Itali investoi për çatin, se ishte duke rrëzuar dhe çatia. Kurse tjetër investim për momentin s'ka. Pavarësisht se kjo është një kishë vjetër, është e vjetër, shekullore. Nuk është parë me prioritet. Dhe kjo sasi qiparizash që ka ngerur dhe ka pasur rreth 365 qipariza, sa ditë ka viti. Po ku janë të tjerët? Apo janë prerë? Janë degraduar, janë prerë, janë thyer nga errat, nga të ndryshme. Kisha shfrytëzohet, vin për mesh? Vetëm me raste. Çfarë rastesh? Kur ka ditën e saj, kur ka një pagëzim në një fëmijë për qef në fshatit e. Kisha e Shëmërisë qëndron totalisht në errësirë.
Përmes dritës së ndonjë celulari përpiqemi të shjuajmë ambientet e saj të brendshme. Me sa duket, nëse nuk vendoset dorë në restaurimin e saj, shkatrimi është i pashmangshëm. Sërish përjetojmë një ndjenjë të çuditshme teksa shohim selviat që rrethojnë kishën e fshatit Ogduna. Gojdhona sipas banorëve thot. Historikisht janë mbjell apo kanë mbjell vetë? I kanë mbjell çdo familje kishte në patronazh rreth 10 rënj. Kaq familje ka pas shati sa? Jo. Sa banor ka pas? Rreth 60 familje. Po sa ka mbetur? Sot rreth 7-8 shtëpi kanë ngel. Jo më shumë, ëh? Jam shumë. Dhe ata janë moshe madhe, shumica janë mbi 60 vjeç. Në fshat vetëm Vera i sjell këtu nipat e mbesat, por edhe ata të pakët në numër. Si e ke emrin ti? Klajdi. Kur i ti? Në përmet, tani bearin virin e gjyshi këtu. Si e ke emrin gjyshi jot? Ristul. Aha, me gjyshi rriti apo? Jo, po kur vjen këtu me se merresh, për shembull, mërzite se e vetëm? Jo. Po me çfarë merresh gjatë ditës? Po. Nuk kemi punë. Ndaj mushk, ndaj gomar këtu ka? Po ndaj xhiro? Po. Po, Pandora gruaja energjike që nuk i dëshmonte kurse si në sjellje vitet që kishte mbi supe, këmbguli që si miq të largët që ishim të ndaleshim për të na qerasur me gilikot e zonës. Afrikën. Si e kaloj? Prandaj themi që nuk do të vonohemi shumë. Të kanë ardhur ndonjëherë mysafir nga Shkodra? Ë? Kanë ardhur ndonjëherë mysafir nga Shkodra apo Malsi e Madhe? Jo. Hera parë? O Luli, hajde. E mo bash. Kur shërben dhe burrat. Ty të lumtë. Edhe ujë. Nga çikuçe. Me pillë me loj fita durse. Se nuk e ndija do me rakit. Ne i kafe brenda të shumë të shkurtër po. Këto të vetë rruga e vështirë. Jo, i solla unë kam qenë gilikotu. Në një rand tani? Në po shishe. Çfarë do gilikoje bën zakonisht? Arë 1. Ti tregojmë gjithë atje në Shkodër çfarë do gilikoj. Patlıcan 3. Si patlıcan tani? Patlıcan i bëjmë imam bajaldi. Jo, giliko. Ta giliko. Luli. Kumbulla mbajte. Pastaj kumbulla? Kumbulla e pjeshka e I bën gruaja pjeshka, kajsia. I bën kjo, po ti ndihmon një çik. Ndihmon një çik, ë? Mirë, do ta provojmë. Me kajsi. E mbaj, po. Pra të gjithë teleshikuesve, jemi në vendin ku gilikoja bëhet në mënyrë perfekte. Faktikisht nëpërmjet në zonën e Shëris. Ashtu dhe. Edhe një herë emri fshatit? Në zonën e Shëris, fshati Ogduna. Shëris. Fshati Ogdunaj. Faktikisht përmeti dallohet për gilikon, po ama këtu e bëjnë. Ku është qendra e Likos. Ashtu, se po ikëm në një fshat tjetër, do na thotë ata kështu apo jo? Apo këtu është qendra, ë? Fshatra zona e Shëris të jajtë. Dakor. Në një pjatë të vogël të jetim. E kujtoj që një herë një kohë keni pasur gotat e vogla ju. Pastaj demokraci i bë të mëdhaja. Po pse e bë të mëdhaja? Na demokracia që po na ndihmon shumë. Po ju keni vazhdon me dollit? Jo. Me dollit i keni hequr. Ikën njerëzit ikën dollit. Ska këtu tani demokraci, po këtu ska as shkollë, as mjek, ska fëmijë. Ska. Po bukur gilikon. Tani si bëhet gilikoja? E kumbullës. Këtë që kemi në dorë. Po, këtë që kemi në dorë. Sa i merret. Po do të disha ma ta marrësh në çdo kohë. Jo, po jetë ta më shumë. Jo pjekur shumë, që të qerohet, jo të shkupet. Bravo. Qerohet cipa dhe hidhet në gëlqere. Liret një orë në gëlqere, nxirret nga gëlqeria. Po. Nxirret nga gëlqeria, i jepet val, lajt më shtot një, mirë, shumë. Pastaj i jepet val, përvolohet një herë, pluhet 2 herë, pastaj hidhet në shurup në Shqiptar. Tani ti e ke thënë kaq shpejt edhe kaq ashtu, edhe tani kujton se do ta bëjnë. Kjo bëhet Një herë ta shikojnë në emisionin dhe vazhdojnë. Shiko brenda i ke futur dhe çka ke bajame, ëh? të qeruar. Dhe kjo i jepet mysafirit. Edhe ka. Edhe ara, kështu bëj dhe ara, po bara ka shumë punë, nuk e bën dot. Çfarë mysafiri jepet? Çdo mysafiri apo të nderuar? Ja se ju, mysafir të nderuar. Më të nderuar se ju. Para një muaj isha te vetët. Po punoja vetët, kaluan ja 6 turist çek. Meshkuj femra do rri. Erdhën këtu ta i qirova se s'dini ku të vinin. I çova te kisha, pinuj. Erdhën këtu, u dham na Ilikos si punoj voj. U dham ara atyre. Me arë. Nuk e njinin ashish me arë. Nuk e njinin fare arën. Nuk e njinin fare asip. Ata abicin thoshin si bëhet, se vetë ke hidhur farmak, si e bëni? Si bim, më tregova thashë ajo atje poshtë është. Lëm pas fshatin Ogduna në zonën e Shëris dhe i drejtohemi qytetit të Përmetit. E gjejmë atë në orët e mbrëmjes.
pamja është e kufizuar, disi për shkak të errësirës. Në shëndetore, qytetarët nuk e kanë braktisur qytetin edhe pse ora shënon 22. Greu dhe i pime i kalit bardhe, o mojtan, e njera tanë. Kjo është pamja e qendrës së qytetit në orët e vona të natës, ku shquhen qartë konturet e një shëndetoreje të punuar mirë dhe me shije. Edhe në orën 24, tek këtu, në ndonjë lokal, ka ende qytetar. Kurse kjo është pamja e qendrës ditën, kur dielli pushton gjithë qytetin. Qyteti karakteristik i njerëzve të urtë dhe mikpritës, i luleve, këngëve popullore lirike me saze, qyteti verës, por veçanërisht i glikove unikale. Vetëm gjatë këtij sezoni u vizituan nga rreth 25.000 turistë, vendas dhe të huaj. Përmeti, një qytet i bukur, kam përshtypjen me aq sa kam pa shumë i pastër, që reflekton kulturën e banorëve të këtij qyteti. Pam edhe periferin, atë pjesën e dhigjave dhe pjesën malore. Më bani përshtypje të pjesa e dhigjave, që do t'ishte, unë do t'kishe mendimin, dhe aty bashkia apo privati apo dikush do t'kishte ba ma shumë investime. Do t'kishte pas ma shumë investime. Ajo pjesa e malit që pa më fshatin se ma i menemnin, diçka egzotike. Një natyrë e eger, banor të dashur. Janë gërshetu me këto, ndërthuruna shumë bukur, tregon karakterin e malësive të kësaj zone. I njohur dhe me emrin qyteti i trëndafilave për shkak të natyrës së bukur dhe monumenteve të shumta kulturore dhe historike, Përmeti ka qenë një mundësi më shumë për turistët që kanë mundur të shijojnë dhe përjetojnë bukuritë e tij, si në turizmin kulturor, shëndetësor dhe atë ekologjik. Qyteti është shumë i bukur, shumë i pastër, shumë i bukur, ajër i pastër, mrekulli. Një vend që sikur mos ta kishem pa, më kite me të marak mos me pa, këtë vend, për herë të parë kam pa, shumë i bukur. Ja vlen 340 kilometra nga Shkodra për të ardhur këtu? Patjetër. Fal edhe investimeve të qeverisë me rreth 103 milion lek për zona rekreative, për mirësimin e ndriçimit dhe rekonstruksionin e rrugëve për këmbësorët, rekonstruksionin e rrugëve automobilistike, të shtëpisë së kulturës dhe rekonstruksionin e fasadave, Përmeti të tërheqë gjithnjë më shumë me bukuritë që ofron, historinë dhe traditën përmetare. Lumivjosa është një destinacion që fillon nga fshati Strëmbec dhe kthehet këtu përsëri në Përmet. Me thënë, gjithë të organizojnë, ka disa kompani këtu në Përmet, Rafting Vjosa Albania, Vjosa Rafting, janë disa, dhe më thënë që plus dhe nga Berati vinë, edhe e bëjnë të sigurisht që po, dhe në merë informacion në përmjet zyres e informacionit, më thënë ne japim numrat e telefonit, takimet, gjitha ato çfarë mund të organizojnë dhe të bëjnë në qytetin e Përmet. Për të gjitha këto veçanti që e karakterizojnë, mund të quhet pa frikë perla e jugut, pasi edhe të udhëtosh drejt tij, sot është mjaft komode për shkak të një rruge të asfaltuar rishtazi. Kisha atë idenë që Përmeti ja vend tipik malor, që janë Korçë këto, po këto malet pak pemë shumë shkurre, tipik për këtë zonë.
gjë rrehet, malet I kanë me pemë, me lisa, me shkurre. Aha, më thënë ty nuk të pas ka pëlqyer fort. Jo, se s'pa pëlqy, po si karakteristik e vendit. Malet me shumë shkurre. Infrastruktura për të shkuar në këto vende, si është? Është pak, domethënë, për Parku Nacional Kombëtar normale që nuk është e rregullt, është një rrugë akoma e parregulluar të themi, por që edhe në ato kushte mund të zhvillohet dhe të bëhet aktivitete shumë mirë, gjithsesi. Ka aventurën brenda. Për shembull, neve kemi kishën e Leusës dhe fshatin e Leusës, një destinacion shumë të kërkuar, domethënë për turistët, por është e mundur që të bëhet vetëm hiking, vetëm me ecje, domethënë nuk është e mundur që të zhvillohet, të shkohet me makina. Edhe pse papunësia këtu është e lartë, sërish nuk sheh shumë banor të qarkullojnë në shëtitorin e qytetit gjatë orëve të paraditës. Këta turistë të huaj kanë ardhur me biçikletë këtu që nga Tirana. Përgjithsisht si vjet ka pasur shumë të ndryshëm, por Francë, Itali, Gjermani, Austri janë në vende shumë të ndryshme, të cilët edhe vetë habiten që po vinë domethënë nga vendet më të larta. Jo më përmendet të huaj, shqiptar kemi? Edhe shqiptar kemi. Megjithatë shqiptarët marrin një informacion, domethënë të përbrendshëm, ndoshta nuk ka nevojë të vinë edhe këtu në zyrën e informacionit turistik, por ka shqiptar që jeton jashtë shtetit dhe po vinë marrin informacionin turistik në zyrën tonë, dhe marrin këtë informacion në zyrën tonë. Ka njerëz shumë të interesuar. Dhe një ftesë për të gjithë shkodranët që janë 340 km larg, domethënë si mund t'ja lehtësojmë atë 340 km? Si mund t'ja lehtësojmë, nuk është vështirë domethënë që të vish në përmet, sepse çdo njeri mund ta gjejë atë rrugën e vet. Kënaqësia është të vish dhe ta provosh përmetin, si për kulinarin edhe për atrakcione turistike që ka përmeti. Të falenderojmë për intervistën. Ju lutem, faleminderit ju uroj gjithë të mirat. Habite me një qytet të vogël si Përmeti, të ketë hoteleri me këto kapacitete. Po, ka ndonjë zhvillim të turizmit në Përmet apo? Po. Zhvillimi I turizmit në Përmet sapo vjen dhe është në rritje, kjo fal infrastrukturës, që me thënë të drejtën këto vitet e fundit ka rritur nivelet më të larta, dhe Përmeti të ofron atraksione shumë të mëdha në fushën e kulturës, traditës, të gatimit, të kulinarisë, që mund të themi që Përmeti është simboli I gatimeve të qarkut të jugut. Tjetër ka shumë resurse, siç janë ujëra termale në Bënj, që është e famshme ure e Katiut e shekullit të 14, është Kisha e Leusës, që është ndër kishat më të vjetra në Ballkan, është Kisha e Leusës, që është e shekullit të 14, e Kosinës, që është dalton e shekullit të 14, Kisha e Bënjës, që ka një infrastrukturë të mrekullueshme me një qytet, me një fshat shumë piktoresk. Qyteti Përmetit ka 2 shkolla, 9-vjeçare, Nonda Bulkën dhe Meleq Gosnishtin. Zgjedhëm këtë të dytën për ta vizituar nga afër. Mësueset e shkollës I gjejmë duke u bërë gati për fillimin e vitit të ri shkollor. Duke qenë se fëmiria ime kaloi pikërisht në këtë qytet ku dhe u linda, ende mbahen disa fije kujtimesh të pakëputura. Kjo grua, tashmë në mosh, ka punuar dikur edukatore e çerdheje në këtë qytet. Duke qenë se të gjitha bashkëmoshatarët e saj ose kanë ndëruar jetë ose janë larguar nga Përmeti, ka mall për atë kohë dhe kur mundsojmë një lidhje telefonike me një shoqen e saj që aktualisht banon në Shkodër, ja dëgjoni se me sa emocion shprehet malli pas 35 vitesh. Mirë të keqen në jam, mirë, jem e pension, ta gëzosh e të bëjsh 150 vjetë. Jo, aty jam, po jam në pallat, këto shtëpim janë vjetëror, do me thënë, janë amortizuar, Edhe jam në pallat, më ka bler djali do me kuzhinë, edhe më ka lënë atje, jam e vetë me djemë dhe më kanë shkuar, kam qupën këtu. Edhe për fatë mirë, u takua vajza jote me vajzën time, edhe kanë ardhur këtu të shtëpi e vjetër. Po mirë, qa kanë dekur, qa janë, qa. Reku e qa, dëgjo, reku e qazimit vdiq. Filore, po tani, Filoria vdiq.
Po, kam... E pastaj jo ato të ty, kush? Atinaja Maru. Jo Atinaja Maru, ato Kalica dekur të tëra këto. Urania mbahet o Bajame. Akoma po, dhe ajo... Drita është në Tiranë, më ka marrë malli shumë tamam si për ty. Dikur Përmeti ka pasur një shtëpi kulture me shumë emër, ku jepeshin shfaqje të njëpasnjëshme, kurse sot ajo nuk ka mbetur as e tillë dhe as kishe mirëfillt, pasi problemi i pronësisë zvarritet gjykatave. Të mos harrojmë se Përmeti, me rreth 39.000 banor, është i pozicionuar në juglindje të Shqipërisë, me një sipërfaqe prej 929 km². Përbohet nga 2 bashki, Bashkia Përmet dhe Bashkia Këlcyr, si dhe nga 7 njësi administrative. Ky komunitet mund të përkufizohet si komunitet malor. Ajo që të bie me njëherë në sy këtu është pasërtia e qytetit. Nuk sheh askund një letër apo bisht cingare të hedhur në tokë dhe hapësirat e gjelbërta janë të mbajtura mjaft mirë. Ka lëvizur popullsia në Përmet? Ka ikur? Shumë. Më shumë se gjysma. Më shumë se gjysma ka ikur, a? Po ku kanë shkuar? Në Greqi, Itali, Tiranë, Durrës, Vlorë. Ku bësh mirë? Këtu keni mbetur vetëm ju, a? Këtu kanë mbetur vetëm pleqët dhe këta nxënësit e shkollave. Pastaj shikon si ky edhe tjetri, kanë ardhur nga fshatrat, kanë mbushur Përmetin. Aha, nga ç'vend ke ardhi Përmeti? Në cili fshat Përmeti? Në fshatin Dracov. Sa kohë ke në Përmet? Kam një 13-14 vjet. Të solli djali apo i theti hajde shkojmë në Përmet? Jo, erdha vetë me punë, se më pre puna në fshat. E oqën. Ishte llogaritar. Ishte llogaritar atje dhe erdhe, po gjete punë këtu? Po, më solli ata vetë. Aha, po zotëri jefti, nga cili fshat ke? Jam nga Shërbeci. Sa kohë ke në Përmet? Bëj një 13 vjet. 13 vjet. 2005. Më blenë fëmija një hyri aty dhe më solli. Më mirë këtu apo atje në fshat? Për moshën time tani më mirë këtu, se në fshat unë nuk punoj dot. Atje doj punoj toka, do të thotë ta këtu në Shqipëri do të këtu pak të kam bukën të kashme. Se nga fshati kanë ikur. Nga 4 veta që jeni ju këtu, sa janë vendali? Vetëm? Ja, ky një dhe unë 2. 2, do me thënë, kështu është edhe raporti banorëve në Përmet. 50% janë vendali dhe 50% janë tardur. Jo, janë shumë tardur. Vesh, kash, po përmetar. Përmeti s'kishte, ja, kishte këtu i kem verë sovjetikët, ato banesat ushtarak për oficerët, edhe bajame, e lagjem atën aty, në bashkë këty palatit, kuptore për? Edhe s'ka pasur, tani është zjeruar Përmeti. Përmeti ka vajtur në kutale në Kilarisht. Në Përmet kanë një slogan mjaft interesant. Vetëm det nuk kemi, se çdo gjë tjetër do e gjeni këtu. Dhe kjo është më se vërtet. Rritja e vizitorëve është një tregues mjaft i mirë. Dhe ne punojmë me agjenci, kryesisht punojmë me agjenci turistike. Rreth 80% të biznesit tonë punojmë me agjenci turistike. Ku të parë janë turistit gjerman, francez, izraelit dhe italian. Nëse unë pyeta se cilët janë turistët që vinë më shpesh në Përmet, lista fillon të njëherë nga të kuajt. Po. Dua di, veriorët, e thonë ndryshe pjesa veriore e Shqipërisë, Tiranë e lartë. Po. A vinë dhe frekuentojnë Përmetin apo nuk keni arritur dot të depërtoni për të tërhequr vëmendjen e tyre? Jo, është kështu që ditët e javës janë me agjenci, kurse fundjava gjithë hoteleritë e Përmetit janë me biznesin shqiptar. Do me thënë duke filluar nga Tirana dhe qytetet e tjera. Ju dalloni për menaxhues shumë të mirë të lekut, po nuk e di me çmimet si jeni raporte, do me thënë gjithmonë krahasuar me pjesën tjetër të Shqipërisë. Pra, në cilësinë që ofroni ju, kur e krahasoni veten me homologët. Po, është qyteti që për gjithë hotelet, sepse ne marrëdhënie me hoteleritë kemi shumë të mira, është, mund të them, qytete që i kanë hotelet shumë të mira dhe me një çmim tepër modest. Bashkia e Përmetit kurse nuk mund të vizitohej në një ditë vetme, kurse për qytetin do të mjaftonte një e tillë. Para se të ndalemi në një pikë vërtet kyçe të këtij qyteti, vendosim të bëjmë një vizitë në një nga punishtet e Gilikove që janë ndërtuar vitet e fundit këtu. Një lloj prevedeje, që është prevedeja e thanës, është edhe gjel, edhe për të lyer në bukë dhe për ta ngrënë, është e mirë për fytin, njëkohësisht shërben edhe për të bërë leng në vend të amitës.
kemi glikon e portokallit, glikon e papuxhanit, kemi po dhe të fikut, kemi prevedjen e ftojt, që është e njëjta si e thanës, glikon e qershis, glikon e fikut, glikon e arës, glikon e humbës, glikon e fikut e egër, glikon e shalqinit e glikon e rëndzës, që kemi bërë tani këtë e fundit. Këto janë 1 kilogramshe dhe kushtojnë 6.000 lekë me përjashtim të arës me bajame brenda që është 7.000. Këto të tjerat janë me 2.500 lekë dhe janë 370 gram. Ju shikojni, po keni nevojë. Një orë. Po. Ti tani je në fazën e bërjesë së reçelit, apo? Po. Ja çfarë po i bën këtyre? Të fikut. I presim një çik bishtin, ne shtypim pak. Sa kohë ke që punon këtu? Kam 4 vjet. Me sa duket të gjithë shkodranët këtu e kanë dëgjuar namin e mirë të gilikove të Përmetit dhe çdo njeri blen nga një dhuratë për familjarët. E se vetë, po si për dasma për të jeshtë për të shumë. Po, e. Po, e këtë në vedi. 76, 13, 13 edhe 7 e gjysëm, 25, 20.000 lekë po e lëmë. Që 30.000 vinë këtej, 20 shkojnë e edhe njërë, tana jo 76, 13 edhe 7. 30.000 vinë ne. Sa më keni që keni ngritur ishte? Kemi 20 vjetë që po e kemi ngritur. Tani kemi punuar dhe në kohën e më pashme, do me thënë 30 vjetë, unë po jam... Sa punishte ka gjithësi? Ka dhe disa të tjera, 4-5 punishte të tjera, por ne jemi 3 punishte që kemi qenë ekzistuese dhe jemi nga punishtet më të vjetra dhe më të mira të qytetit. Duke qenë se të gjitha gratë përmetare dinë të bëjnë këto reçel. Ku e keni më shumë të produkt juve? Ku keni blerësit më të mirë? Të humbës do të ketë. Blerësit më të mirë janë turistat që vinë, janë njerëzit që vinë vizitojnë Përmetin, të gjithë bëhen kurios dhe vinë dhe provojnë glikot tona. Këto janë prodhime tradicionale, prodhime bio dhe të gjithë i kanë zili dhe i kanë qef që t'i provojnë. Dhe ngelen shumë të kënaqur mbasi i provojnë dhe i... Ka ndryshim të madh në fundit, ajo që prodhohet në një punishte me atë që prodhohet në shtëpi, është e njëjta shije se dikush është e njëjta shije se ky prodhim ka dalë është prodhim tradicional dhe sigurisht që ka ardhur nga familja dhe është profesionuar akoma më mirë këtu në punishte dhe është e njëjta gjë. Në anën e kundër të qytetit ndodhet vendi i quajtur Guri i qytetit. Vendodhja e tij shjuhet nga larg dhe për të lehtësuar ngjitjen në majën e tij, bashkia ka vendosur disa shkallë që e lejojnë këtë gjë. Ka po shpinë. Ali posha. Ojo. Kat. Se mos pek Tu ndojmë të Guri qyteti Përmet. Përmeti nga pjesa jugore kufizohet me Greqinë. Për të jati malit si duket. Krau perëndimor është Gjirokastra. Krau do të thënë dim dorët është Ersega dhe skraparin krau verior. Me këto kufizohet. Edhe në pjesën perëndimore këtej me Tepelenën. Përfituroni një shkëmb 42 metra të lartë dhe me sipërfaqe 650 metra katror, që ka hapur themelet e Buz Vjosës. Kur e pa Edi Duram, tha: "Një nga vendet më të bukura në botë. Të jetë shkëputur shkëmbi nga mali i Dhëmbelit? Ndoshta, këtë thonë gjeologët, por legjenda flet ndryshe. Gur Perëndie, ka ardhur si dhuratë nga qielli për t'i dhënë edhe emrin qytetit. Në mesjet, kryezoti Krahinës Prendi, që i dha emrin qytetit, kishte ndërtuar mbi gurin e qytetit një kala. Sot kalaja është rrafshuar. Kanë mbetur muret, dëshmi e legjendës. Ishte fundi i shekullit të 14. Ushtria e Sultan Mehmetit pushtoi Janinën. Pas Janinës erdhi radha Përmetit. Prendi kishte vdekur. Kryezoti i qytetit ishte nipiti i Gjergji. Kishte një vajzë, Diesrën, me foshnjën në gjë. Një natur që të mbritën në qytet. Kryezoti ishte jashtë. Në kështjell ishte vetëm vajza.
Turqit kërkuan çelësat e fortesës dhe dorëzimin e vajzës. Diesra mori në dorë djepin me djalit dhe u hodh nga maja e shkëmbit. Në rreth të gurit të qytetit gjendet një gur i lëmuar ku përplas diesra. Mbi gur disa shenja, dora e foshnjës ose vija e djepit. Këtë thot legjenda. Për të gjithë teleshikuesit e emisionit Pushosh Shqiptarçe, ju që banoni në Shkodër edhe që keni frekuentuar veriun e Shqipërisë apo kryesisht edhe Europën e keni vizituar, por ja që nëpërmjet nuk keni qenë asnjëherë, është një sugjerim i mirë përmes si reportazhit të vini dhe vizitoni këtë qytet nga afër. Ju mund të keni dëgjuar për përmjetin që është qyteti i vogël dhe qyteti i luleve, por nuk mjaftojnë vetëm këto të dyja për të sjellë deri këtu. Pasi pika turistike, ashtu siç i prezantuam dhe pak më përpara, janë të shumta dhe ne nuk patëm mundësi të vizitojmë të gjitha një nga një, por aq sa mundëm shpresojmë që t'ju kemi të nduar dhe ju të vini nëpërmjet dhe vizitoni të nga afër. 340 kilometra është distanca Shkodër-Përmet, vërtet që duken shumë nëse i referohemi shifrës, por trungu shqiptar ofron mjaft bukurinë natyrore që shijohen me ndalesa të shumta, secila prej tyre është një atraksion më vete. Shqipëria nuk resht së befasuari me bukuritë e saj, prandaj le t'i njohim ato nga afër dhe të mos trembemi nga kilometrat e përshkuar. Këto pra ishin materialet që ne kishim përgatitur për sot. Ju falenderoj për vëmendjen që treguat në këtë transmetim. Do rishihemi javën e ardhshme, kemi të tjera surprizat bukura për ju. Natën e mirë.